Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV. Është një kënaqësi e madhe, është një nder i madh që paraqiten. Prezantojmë artistat e shuar të botës, shqiptarët e tonë që arritin sukseset të pafundta. Kështu që unë do të kam nderin që sot ta kem Ardita Statoci. Është një pianiste klasike me origjinë nga Kosova dhe një artiste e njohur në skenat ndërkombëtare të muzikës klasike. Ajo ka ndërtuar një karrierë të suksesshme si soliste muzikën dhomës dhe pedagoge në Shtetin e Bashkuar dhe Evropë. Sa kënaqësi e madhe, çfarë suksesi i madh kur fillon njëri të bën prezantimin edhe nuk din njëri se ka t'ja fillon nga mrekullinat e juaja që i keni bë. Ardita, mirë mbrëma dhe mirë se ke ardhur. Përshëndetje. Mirësi gjej, ju faleminderit shumë për ftesën se dhe për prezantimin që bët. Ju faleminderit shumë. Ardita, me të vërtet, jo një pianiste me një famë të them botërore. Edhe puna jote edhe suksesi yt aq i madh, po dukesh aq e vogël, as një mrekulli e bukur e një shqiptare jone e bukur me një famë shumë të madhe. Si filloi kjo, të lutem? Unë jam nga Prishtina dhe kam filluar që të luaj pianon që në fëmijëri, kur isha fëmijë i vogël, më thonë e kishim pianon në shtëpi. Dhe që të dy prindrit e mi luanin, ndonse jo si profesionist, por si art dashës, të dy prindrit e mi edhe dy motrat e mia, që gjithë do të luanin piano. Dhe kështu fillova dhe unë që të luaj piano dhe nisa mësimet në klasën e arsimtarës Hadjes Gjinali në shkollën Prenkjakova në Prishtinë. Dhe kështu dita ditës ushtroja me shumë dëshirë dhe me shumë pasion. Edhe këtu duhet të them që kam pas fatin që prindrit e mi ishin përkrahas të mëdhej, por gjithashtu edhe mësuesit e mi të pianos, pra arsimtarja Hadje, më vonë pastaj u pranova në klasën e profesoreshës Leila Pula dhe kisha arsimtar, profesor të mrekullueshëm që më përkrahnin në këtë fushë. Meqense është vërtet është një fushë shumë e bukur, por ka sfida të përditshme, themi, për shkak se nevojitet një disiplinë dhe një vetmohim i rrept, pra ushtrime në baza ditore. Dhe në këtë mes është shumë e rëndësishme që të kesh edhe përkrahje nga familja dhe nga njerëzit të afër, pra edhe nga mësuesit që mëson. Pas kësaj, pastaj, në moshën 15 vjeçare u pranova në Universitetin Mozarteum në Salzburg të Austrisë, në vendlindjen e Mozartit. Pra, në një nga këto universitetet që sa i përket artit, siç quhen kështu në Amerikë, kështu Ivy League, pra, ishte një konkurrencë e fortë, konkurrencë e jashtëzakonshme dhe të studiuarit në Mozarteum ka qenë, si themi, shkollë jete për mua, jo vetëm sa i përket në fushën e pianos, por në përgjithësi në krijimin si muziciente, por edhe në hapjen e diapazonit në çdo aspekt. Në Austri filluat, shkuat në vitin 1997 edhe keni performuar atje. Si u duke edhe ata aq që u dashuruan, si them tu, u dashuruan në pjesën e artit tënë dhe të morën. Si ka qenë e periudhë e atëhershmet? Kur e mendoj sot, ka qenë një periudhë shumë e vështirë. Pra, këtu duhet të përmend edhe to vitet e 90-ta, kur unë mësoja në Kosovë. Vitet e 90-ta të gjithë e dim se si ishte situata në Kosovë. Nuk e kishim pra shtitin ton të pavarur cilin e gëzojmë sot. Ishim të dëbuar nga
nga institucionet, nga shkollat, nga universitetet dhe kishim organizuar ato shtëpit shkolla. Pra kjo ishte si mësoja unë në atë kohë në Kosovë, pra edhe shkolla e muzikës ishte e bartur në shtëpi private, pra nuk e kishim institucionin shkollor me salla siç është e nevojshme për art, po pra në për shtëpia private të njerëzve zemërgjër që kishin ofruar këto, ashtu që mësimi në Kosovë të vijoj pa kurfar si thuash ndërprerje. Dhe do të thonë prej kësaj atmosfere dhe të mbyllur dhe në atmosferë pushtimi, unë shkova në Austri, në vendlinje në Salzburg, në vendlinje në Mozartit, aty ku ai kishte jetuar, kompozuar, pra po flasim, po kthehemi atje në shekullin e 18 që nga ajo kohë. Dhe ku shkova atje nuk ka qenë lehtë natyrisht. Aty vinë njerëz nga mbar bota, njerëzit më të mirët nga vendet e tyre dhe secili ushtron më shumë se tjetri, secili është më i talentuar se tjetri. Pra përditshmëria ime pastaj ishte në mesin e këtyre kolegëve nga gjithandej. Më është dashur punë e jashtëzakonshme, gjithmonë them, deri vonë kam jetuar gjatë vite në Salzburg dhe kam studiuar për shkollë. Isha vetëm 15 vjeç kur shkova atje, pra shkova nga një Kosovë pushtuar si 15 vjeçare në një universitet me renome. Dhe kam ushtruar që nga mëngjesi deri mbrëmja dhe atë që nisa them deri vonë në fakt, mezi e kam njohur edhe qytetin e Salzburgut sepse nuk kisha kohë për asgjë tjetër përveç për të ushtruar nga mëngjesi deri mbrëmja dhe për ndjekur mësimet, pra përveç instrumentit të pianos, kishe edhe gjithë ato ligjërata tjera si çdo ku në universitet, pra historie muzikës, akustike, ku ta di, pra që duhet vijoje, provimet e kështu me radhë. Dhe në 2008 duke studiuar edhe jeni dekoruar me një bust shumë të mirë. Sa ka qenë ajo kënaqësia jotja që dekorohesh me një bust edhe të fillosh të shkollimet e mëdha atje në Austri? Kam pasur fatin që kam përfituar disa herë bursa të ndryshme nga Ministria e Kulturës dhe në Austrisë, pastaj Ministria e Arsimit, pastaj fondacione të ndryshme, por të gjitha këto bursa, pra nuk është se vetëm fitoheshin ashtu, gjithçka në art është në formë konkursi, në formë gare, pra garon, interpreton, janë rregullat, janë pjesët e kërkuara, interpreton ato pjesë, marrin pjesë kandidatët dhe pastaj shpallet rezultati se kush është përfituesi i bursës ose jo, pra nuk është vetëm parakusht nganjëherë në universitete të ndryshme ke për shembull një notë mesatare, një notë të lartë. Në muzikë nuk është ai fat si themi aty, gjithmonë duhet të dëshmohesh aty për aty. Dhe pra ka marrë pjesë në audicione, konkurse të shumta dhe natyrisht jam e lumtur që kisha mundësit për të fituar këto bursa me që ato më mundsonin edhe jetesën dhe qëndrimin e studimin në një vend që ishte jashtë Kosovës, pra, jashtë vendlindjes. Atëherë fillon performimi, fillon turneja juaj. Na tregoni pak për turnejet e juaja, ka keni shkuar dhe përshtypjet dhe pritjet dhe kënaqësia jote me njerëz, me publikun, me njoftjen e njerëzve me famë botërore? Kam koncertuar, dëshiroj të përmend që nga koncertet nga Kosova ndonse në ato vitet e 90-ta dhe siç e thash të mbyllur edhe të organizuar në ato shtëpitë shkolla. Megjithatë kemi pasur atje në Prishtinë atë që quanin si shoqata e kompozitorëve. Ishte një dhomë e Vackën, por ishte çdo herë e stërmbushur se kjo ishte ajo salla koncertale që e kishim në atë kohë. Pra aty fillova që si fëmijë sa isha në shkollën Prenkjakova, aty kanë qenë paraqitjet e mia të para, pra në atë shoqatën e Vackën të kompozitorëve. Mirëporuaj shumë kujtime të dashura nga ajo kohë, përkundër kushteve që ishin, pra entuziazmi ishte i madh dhe gjithmonë sot kur e mendoj që edhe ajo ka qenë një lloj si thuash, një lloj
qëndrese e natyrës të tillë, domethënë pa marrë parasysh situatës dhe rrethanave, populli nuk ka hequr dorë, pra nuk ka hequr dorë as nga arti, pra prindit kanë shkolluar fëmijët e tyre, koncertet janë mbajtur e kështu me radhë. E më pastaj, më vonë, kam pasur fatin që të koncertoj në shumë prej shteteve të Evropës, por pastaj edhe në Azi, përfshirë këtu edhe shtete që nuk ka njohur Kosovën, shtete të mëdha, India, Kina, mirë po edhe pjesë tjera aziatike si Japoni e kështu me radhë. E gjithashtu edhe në shtetet e bashkuara të Amerikës. Tu kam pasur fatin që në një nga masterclassat që kishta mbajtur para shumë vitesh në Vermont, në shtetin Vermont, me atë që e quajnë sot pianisti legjendar Menachem Pressler. Wow. Kur isha në masterclass, ai pastaj aty më kishte ftuar që vitin arshëm që pasonte të vija për studiua në Indiana University, në Jacob School of Music, ku ai jepte mësim aty. Dhe kjo gjithashtu ka qenë një përvojë unike e veçantë për cilën unë jam thellësisht mirënjohëse. Performimet e juaja janë me tërë stafin, po nga njëherë kur performon vetë, si të duket vetja kur prezenton atë publikun, edhe një gjë që e kam pa të bukur dhe kalon për shtypje, që atë shumë përlahesh me pianën, atë shumë që jep forcë, edhe është kënaqësi vetëm të ndëgju me atë farë stilin tënd të bukur që lëvizjet edhe ato, si mirë pritet kjo? Ju faleminderit shumë, e përmendet një aspekt që thatë përlahet. Kjo është ajo bukuria e muzikës që shpreh të gjitha emocionet njerëzore. Pra është sfari kompozitori, muziciantët, instrumentistët janë gjithmonë në shërbim të muzikës. Pra ideja kryesore është që për të nxjerrur mesazhin që ka dhënë kompozitori, natyrisht përmes personalitetit vetanak dhe ajo pastaj si thua të vazhdohet dhe ti servohet, si themi, publikut, dhe ta ftosh publikun që të dëgjoj atë muzikë. Kështu që gjatë interpretimit këtu ka gërshëtime, ndjenjash të ndryshme. Kjo gjithmonë varet edhe nga ajo se çfarë kompozon, çfarë mesazhi dëshiron të përçojë, themi, kompozitori me veprën e caktuar. Kështu që kjo duhet të ketë, po besoj në njëra nga veprat që keni dëgjuar që përmendet atë luftën me instrumentin, në fakt nuk është luftë, po janë emocione të forta njerëzore, që nga ana më e butë dhe sofistikuar e deri tek heroizmi e kështu me radhë. Edhe kompozitorët që kanë krijuar këto kryevepra kanë qenë njerëz dhe varësisht nga ndodhit ditore, ato i kanë vendosur pastaj në nota. Vetëm një shembull i vogël, për shembull Frédéric Chopin, kompozitori, një prej kompozitorëve më të mëdhenj të romantizmit, kishte një shëndet të ligë dhe nuk mund të merrte pjesë në kryengritjen e Varshavës. Në atë moment ai pastaj e kompozon edhe një nga etitat më të popularizuara për piano që e njohim si etita heroike. Pra në atë mënyrë e shpreh atë protestën e tij, pra ku s'mund të merrte pjesë, e shpreh nëpërmes muzikës. Dhe tani si interpret, ajo është që të nxjerrë mesazhin e veprës dhe ta përçojmë tek publiku në mënyrë sa këtu pastaj dallon edhe interpretimi i interpretit, bindshmëria gjatë interpretimit. Ajo është pastaj ajo si themi vula kryesore që e bën një interpret bindës ose më pak bindës. Pianon unë e kam dashur dhe dua qysh prej viteve, mund të them prej viteve 1982 dhe 83. Për herë të parë, jo kur kam dëgju, po kemi pas një rast që kemi pas në shtëpi. Performimi juaj ka desht pak kohë të studioj edhe të dija se çfarë performimi bën ti. Është diçka unik. Ta them të drejtën, që kam parë performimet e juaj, performancat e juaj janë piano,
Si e bën të merr prej njerëzve tjerë, apo të shpik vetë, apo e komponon vetë, apo si shkon kjo puna e kësaj? Gjithmonë interpretoj në publik, pra në koncerte, interpretoj vepra të kompozitorëve. E pastaj këto i punoj në bazë të atyre, si themi, atyre rregullave që ekzistojnë për interpretimin e epokave të ndryshme. Baroko, Baho, në barok është një stilistik tjetër, në mënyrë tjetër e qasjes veprës. Klasicizmi me Mozartin, Beethovenin, Haydnin, edhe aty kemi tjera karakteristika. Me impresionizmin pastaj, hyn pastaj kjo karakteristikë treguar që shprehin, që e kanë Amerikanët të shprehin, me që zemi në Amerikat, storytelling, pra si pjesë e romantizmit, me impresionizmin pastaj i kemi ngjyrat, kështu që varet çfarë epoke interpretoj dhe aty pastaj duhet të nxjerr karakteristikat e veçanta për epokën e caktuar. Dhe këto janë pastaj ato se si i përpunoj veprat edhe dallimin prej Bachut tek Chopini ose prej Bachut tek Brahmsi, tek kompozitorët bashkohor, tek kompozitorët shqiptar e kështu me radhë. Një pyetje, shpesh herë artistat kur shkojnë, kur të bëjnë performime në vende të ndryshme, ka një herë kur futet njeriu në sallë, edhe shes sallën për e mbushur për plot, por dhe shef ato ngjyrnat, ato gjërat e bukur, atë vjen ndonjë impresion kështu që thu, o zot, unë do ta djegi sot. Gjithsesi, koncerti gjithherë, secilën herë është ndjenjë shumë e veçantë. Pa marrë parasysh sa koncerte tjera ke mbajtur ndoshta paraprakisht, ose sa herë do ta kesh luajtur atë program, secili koncert e ka veçantinë e tij. Veçantia e sallës, veçantia e njerëzve, veçantia e vendit, pra po, secili koncert dhe për secilin koncert, si thua, e ndjen kështu një përgjithësi, një peshë të madhe mbi supe, se njerëzit kanë rezervuar kohën, kanë rezervuar biletat, kanë ardhur për të dëgjuar, pra përgjithësia është shumë e madhe që për të ndarë me njerëzit vërtet dhe për të arritur, si themi, tek pritshmëritë që kanë pasur për koncertin në fjalë. Ose për programin në fjalë. Si qëndron bashkëpunimi kolegëve, njerëzve me emra të mëdhenj që janë edhe kuptohet vlerësimi aty, ju e dini vetë se sa e vlerësoni njëri tjetrin. Kështu si qëndron ajo punë? Shumë mirë, muzika për muzikë është e nevojshme bashkëpunimi. Unë luaj koncerte, luaj pra recitale pianistike si soliste, mirë po edhe si soliste me orkestër, pas edhe muzikë kamertale, muzikë të dhomës, vazhdimisht bashkëpunoj edhe me kolegë të ndryshëm, nga si themi edhe nga nacionalitetet të ndryshme, dhe kjo është edhe bukura. Pastaj shprehet edhe ajo univerzalja e muzikës që është një gjuhë që e kuptojnë të gjithë dhe një gjuhë që bashkon, është një gjuhë që bashkon kulturat, njerëzit edhe krijon ura lidhëse. Për shembull, vetëm si shembull po jap tani së shpejti do ta kemi edhe një koncert kështu departamenti i pianos në konservatorin e muzikës, ku edhe jam si pedagoge këtu në Washington, dhe do të luajmë ndër të tjera dhe një pjesë për 6 duar me 2 kolege, edhe e mendoja një ditë shumë interesant, njëra nga ato është amerikane, pra unë jam evropiane, dhe tjetra është kineze, pra përmes në pjesë kemi një pjesë të madhe të botës, si thua, është përfshirë, pra kemi 3 kontinente të ndryshme dhe kjo është bukuria dhe veçantia e muzikës, pra në aspektin që e përmendet bashkëpunimin me kolegë. Ardita, ju keni udhëtuar shumë dhe keni pa vende të ndryshme. Si mirë pritet muzika klasike në vendet të huaja dhe si mirë pritet muzika klasike të vendi jonë në Kosovë dhe në mbar Shqiptarien? Unë mendoj që ndjenja njerëzore është si thua e njëjtë gjithkund, sa i përket muzikës, njerëzit
që shkojnë për të parë këto koncerte kanë pritshmëri. Pra qoftë pritshmëri për të dëgjuar një interpretim nga një interpret i caktuar, qoftë pritshmëri për të dëgjuar ndoshta ndonjë vepër të re të repertorit që nuk ka rastisur të dëgjojnë më herët. Pra me këtë rast edhe muzika klasike pra është shumë kërkuese, sepse gjithmonë, siç themi edhe luhet ajo live, pra nuk ekziston ajo mundësia që të incizohet pastaj vetëm të dalë skenë, pra gjithmonë është aty për aty. Dhe respektivisht edhe pritshmëritë e publikut janë të mëdha, pa marrë parasysh në cilin vend. Ka edhe përgjegjësia që të bie pastaj si artist. Është gjithashtu e madhe, ndjehet ajo pesha e përgjegjësisë para daljes në skenë. Së shpejti do të kemi një recital në La Maison de Français. Apo? Sa ishte në fakt, keni të drejtë, sa ishte tani këtu në Washington DC, në shtëpinë pra në La Maison Française, tek ambasada franceze, dhe ishte një recital pianistik ku interpretova vepra të dëshmuara pianistike nga kompozitor botror, por edhe premier një vepër nga një nga kompozitorët më të njohur nga Kosova, Fahri Beqiri. Edhe kjo ka qenë edhe është misioni imi që nga fillimi kur shkova atëherë për studiua në Austri, meqense në atë kohë, në vitet tani në ndërkohë fatmirësisht janë bërë shumë këngëtar, instrumentistë që kanë bërë emra dhe janë suksesshëm gjithandej. Megjithatë në vitet e 90-ta kur shkova në Austri ende nuk ishte shumë, ose fare pak themi shqiptar që kishin pasur mundësinë për të dalur jashtë kufive për studiuar në universitete të mira e kështu me radhë. Kështu që ndjeja që dëshiroja të bëja diçka për vendin tim dhe profesioni im pra ishte muzika, piano, dhe dëshiroja që përmes të muzikës edhe unë të kontribuoja diçka. E kontributi ishte që ta promovoja sa më shumë që ishte mundur muzikën tonë shqiptare. Prandaj gjithmonë në recitale të ndryshme pianistike, pa marrë parasysh se ku mbahen këto, gjithmonë mundohem që krahas veprave të dëshmuara, veprave të fus edhe një vepër nga një kompozitor shqiptar. E ky ishte edhe rasti tani në Washington që e përmendet në La Maison Française, kur luajt. Pedagoge, dhe dalmit e pedagoge në Washington DC, kjo është një mrekulli e madhe e jonje shqiptarëve kur ndëgjojmë që artistat tanë shqiptar ka rinë edhe t'jenë mësimdhënës, t'jenë pedagog, t'jenë njerëz të edukuar. Si po ju shkon kjo? Jashtëzakonisht mirë. Mirë shumë, edhe ajo çka më pëlqen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është se njerëzit e mirënjohin punën haptazi. Edhe kjo është e bukur, kjo është motivuese edhe për mua, domethënë kur ndëgjoj që mësimi që e marrin nga unë vërtet ka efekt dhe vërtet i bën që po të ndjehen se po përparojnë dita ditës dhe po përmirësohen. Pra, edhe kjo është diçka shumë e mirë mendoj, sidomos kur thuhet haptazi, pra është si thuash edhe unë e ndjej një kënaqësi dhe motivim që thashë më tutje. Si shikon shqiptarët e tonë në Kosovë dhe në trojet tona, sa janë të interesuar në këtë muzikën e pianos ose për tira pianos, dhe a janë shumë të interesuar? Janë shumë të interesuar, edhe shumë të motivuar. Pra, viteve të fundit sidomos, në Kosovë është një zhvillim i jashtëzakonshëm i muzikës klasike. Edhe ka festivale që tani po mbahen me vite të tëra dhe kanë krijuar në ndërkohë edhe traditë, edhe nivel shumë të mirë, sjellin artistë shumë të mirë nga gjithandej bota. Pastaj ka shumë fëmijë atje që mësojnë instrumente të ndryshme, edhe kjo është gjë e mrekullueshme vërtet, edhe ka njerëz jashtëzakonisht të motivuar. Ajo çfarë mungon në Kosovë, fatkeqësisht, është salla koncertale, pra edhe sot nuk kemi një sallë të mirëfillt koncertale.
ende punohet në atë sallën e kuqe, që ka qenë sallë e përgjithshme, të mbahen që nga panajirit e deri te koncertet e Filharmonisë së Kosovës. Pra, ky është ndoshta dallimi që ende mungon ndërtesa specifike me akustikën e duhur për sallën koncertale. Kam dëshirë të di një rutinë ditore që she bën ardita prej mëngjesit deri në mramje me aktivitetet, me angazhimin, besa edhe me trajnimin e fëmijëve, me kam pa që edhe po më duket edhe djali, njëri më duket është i Po të luaj piano. Po, na trego pak ju lutem. Pra, rutina ditore gjithmonë është e mbushur mes ushtrimit edhe dhënies mësimit edhe provave. Mundohem që t'i ndaj këto sa më në mënyrë më efikase, mirë po jo rallëherë, pastaj orët zgjaten përtej mesnatës, edhe kur vazhdoj të ushtroj edhe matutja dhe përtej mesnatës, meqense thjesht më mungojnë orët, ato 24 orët. Jo rallëherë, janë vërtet shumë të pakta për gjitha nevoja gjatë ditës. Kështu që një pjesë ushtroj, një pjesë jap mësim, pastaj një pjesë kur kam prova, sikur që përmenda, për shembull tani kur po përgatitemi për koncertin me departamentin e pianos me kolegët e mi, duhet të vendosim pra dhe prova gjatë ditës. Dhe ja, kjo është përditshmëria ime. Edhe dy djemt natyrisht edhe ata kanë orë të pianos, bëjmë orë të pianos me mua një herë në javë, e pastaj ditët e tjera ata vazhdojnë të ushtrojnë vetë ato pjesët që kemi ushtruar, punuar së bashku në orën e pianos. E përmendet se e keni pasën në shtëpi pianon dhe keni mësuar, kështu që po kthejmë prapë mbrapa, se është kënaqësi të flasim këtë pjesën e kësaj punës. Kush shikaro pianos në atë kohë atëherë? Prindrit e mi të dy, edhe babai edhe nëna. Nëna kishte shkuar kur ishte edhe ajo e re, kishte shkuar në shkollë të muzikës, pra e kishte mësuar në shkollë për të luajtur piano, kurse babai ishte një adhurues i flakt i muzikës klasike, pra kishte mësuar piano në mënyrë autodidakte. Dhe kjo nuk ngelet vetëm këtu, ai gjithë jetën e tij ka luajtur piano në mënyrë autodidakte dhe ka vijuar të gjitha koncertet e mundshme dhe edhe sot ruaj ende ato në atë kohë që i kishte sot, nuk ekzistojnë më, po ato të quajtura audiokaseta, me ato nëse ju kujto, audiokaseta që kishte blerë në kohën sa ishte student në Zagreb të Kroacisë, aty ka simfoni të Beethovenit të luajtura të dirigjuara nga Herbert von Karajan me orkestra shumë të mira dhe kështu me radhë, janë inqëzime vërtet që sot konsiderohen si inqëzime historike dhe ende i ruaj me shumë kujdes. Wow. Kjo është me të vërtet një kënaqësi, do me thënë, po shkon tuesen te gjenerata e tretë, po fëmijët si e kapin edhe sa janë të interesuar edhe si mirëpretat atë bëhen në të ardhmen? Fëmijët janë ende shumë të vegjël dhe pianon e luajmë vetëm piano është shumë e mirë edhe për zhvillimin e fëmijëve, domethënë pa marr parasysh, pa parasupozu pastaj nëse do të jetë zhvillimi më vonë profesionalisht në muzikë apo jo. Thjesht vetëm si kulturë e përgjithshme, piano është e jashtëzakonshme për zhvillimin e fëmijëve, kështu që kjo është edhe ajo si e shoh me fëmijët e mi, nuk kam menduar në fakt se si do duket më vonë, por ata e marrin në mënyrë shumë natyrshme, nuk e di ndoshta pse janë mësuar dhe janë gjithmonë në këtë ambient, për ta është shumë e natyrshme, pastaj vinë edhe të dëgjojnë koncerte, të shkojnë bashkarisht edhe të dëgjojnë koncerte të tjera, edhe koncerte të fëmijëve, kështu që për ta është një pjesë natyrshmërisë, themi, për shtëpi. Planet dhe projektet e jue në vijim, ju e dini se kem dëshirë sa të qoftë të dim edhe në të ardhmen, të dim se çka do të bëhet më mirë. Kam tani disa koncerte në vijim. Pastaj verës një gjë e bukur të cilës i gëzohem është që do të rikthehem sërish atje në Upstate New York tek Colgate University.
aty mbahet një Chamber Music Conference, në cilën isha vitin e kaluar. Aty isha angazhuar si pedagoga, ajo është ajo konferencë për muzikë dhome, muzikë kamertale. Isha angazhuar si pedagoge për muzikë kamertale, pra janë grupe, janë trio, piano, violin, cello e kështu me radhë, dhe luajnë vepra nga kompozitorë të ndryshëm, pastaj punojnë pra me pedagogë të ndryshëm. Dhe unë isha një nga pedagogët atje. Pastaj gjatë kësaj konference ka edhe koncerte në mbrëmje që luhen nga artistët pedagog, si unë në këtë rast, edhe gjithashtu edhe do të performoj. Dhe më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë atmosfera dhe gjithë ajo që kam, ajo energjia që kam marrë pas edhe nga pjesëmarrësit vitin e kaluar atje në Colgate University, që kishin kërkuar që të rikthesha dhe si vjetë dhe jam me gëzuar edhe për ftesën që më është bërë sërish për të rikthyer dhe posaçërisht i gëzojmë kësaj, pra që është në verë në Korrik. Dhe po besoj që edhe bashkëdhetarët të komunitetit që jetojnë atë pjesë atje rreth New Yorkut ose afër atë upstate New York, që janë të mirëseardhur për të parë koncertin pasaj kur të luaj. Atëherë do të ishte një kënaqësi e jonja që sa herë që do të kesh performim, është kënaqësi që të marrim edhe sa do qoftë flyerin e ju të vendosim në kanalin ton televiziv që njerëzit të shohin, se shikohen tash këto kanalet e tona, edhe sa do qoftë të kemi edhe shqiptarët e tonë të vinë të shikojmë pse jo, është kënaqësi e madhe. Edhe kam edhe një pyetje, a do të fillojsh turneja të shkosh edhe në përvend, në përbot, prap? Po si jo, atë edhe bëj edhe nga Amerika dhe matutje, u shkoj edhe në Evropë për koncertet, vazhdimisht kur janë datat e koncerteve turneve, po si jo, vazhdimisht atë e bëj edhe matutje. Do me thënë, nuk ka gjë që mund t'ju ndalon, kjo është me të vërtet një kënaqësi e madhe, kështu që si qëndron bashkëpunimi shqiptarëve tonë, artistave tonë që janë në muzikën klasike, që t'ju jepet një mundësi të vinë të performojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ju e dini shumë mirë se shqiptarët e tonë gjithmonë kanë qef me ardhur me performu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, se ky është vendi i mundësive, vendi që tërbota e shef. A ka mundësi ndonjë bashkëpunim tjetër? Patjetër, gjithsesi. Ka vite që jam munduar që të ndihmoj edhe gjeneratën e re të pianistëve në Kosovë. Edhe në bashkëpunim me festivalin Chopin Fest në Prishtinë, kisha mundësuar që të krijohet një çmim i quajtur Chopin Special Prize dhe bënim aty çdo vit një audicion ku do të merrnin pjesë pianistët ndër më të talentuarit që janë atje, dhe pastaj me atë çmim, me çmimin që fitonin, ai ngërthente një koncert në shtetet gjermanofone dhe një masterclass në shtetet gjermanofone gjithashtu. Edhe kjo ju ka hapur mundësinë, në ndërvite pra ka pasur fitues ndryshëm të këtij çmimi, që kanë shkuar disa edhe për herë parë, ndoshta ju ka ardhur mundësia që të dalin jashtë Kosovës, dhe ky çmim ju ka hapur dyer shumë prej të rinjve atje, të cilët pastaj edhe janë pranuar në universitetet ndryshme jashtë vendit për studiuar e kështu me radhë, kështu që po edhe më tutje unë mundohem aq sa është e mundur që me gjithë mundësinë që kam që t'ju ndihmoj edhe pianistëve të rinj nga vendet tona. Ku e ndjeni veten më së miri, të në piano, po të jepni mësim, ti mësoni edhe studentat të ri? Gjithçka e bëj me shumë dëshirë dhe me shumë pasion. Gjithçka që lidhet me pianon është thjesht është një pjesë e imja dhe ashtu e ndjej, kudo, në skenë apo në mësimdhënie, në prova e kështu me radhë. Nëse kam anashkalu diçka dhe nuk kam pyetur, ju lutem, me të vërtet me kënaqësi do të ndëgjoja, se kem për çka të flasim, kem rrugtimet e tua të mëdha që janë në përbot, duhet ndoshta edhe me vite të flasim edhe të dim se çka ka ndodhur. Kështu që nëse kam anashkalu diçka, të lutem na trego.
Ju faleminderit shumë. Momentalisht as mua nuk më kujtohet diçka specifike, por ju faleminderit shumë për të gjitha, për bisedën, bashkëbisedimin, për hulumtimin që keni bërë, për pyetjet dhe për zhvillimin e emisionit. Me të vërtet është një kënaqësi ime e madhe se unë vetë jam një lloj artisti të thuar se dua muzikën klasike dhe jam një lloj studiusi që thëm vetës ka njëre kam pas piano në shtëpi dhe si kam ra. Pse? I tham vetë vetës. E kështu që Asnjëherë nuk është vonë. Jo, vonë nuk është, por tash edhe koha, mosha, pra unë do t'jem një falemnderues i madh për kohën e juaj, edhe do t'jem një falemnderues shumë i madh që unë kontaktoj edhe me artistat të shquar të botës, mund të them, se kjo është një nder i madh që edhe ju shqiptare jonja që keni arritur në këtë kulm, kjo është vetëm një gjë që me mu knaq njeri, me ta knaq shpirtin, si thot një fjalë popullore. Të falenderoj shumë dhe ishte kënaqësia ime që me të vërtet shkëmbym këto minuta bisedën. Ju falenderoj përzemërsisht edhe juve dhe ju dëshiroj suksese edhe më tutje me shumë emisione tjera të bukura. Faleminderit edhe për juve dhe është kënaqësi të nderuar dëgjues dhe shikues kudo që jeni në botë, është kënaqësia jonë artistave tanë që performojnë dhe janë pedagog, japin mësimdhënës në për universitetet të ndryshme të botës për muzikë, për pa marrë parasysh. Mirëmbëqi deri në emisionet e radhës me Noli Show Noli TV në kanalin 39 në TV Albe, kurse në Nimi TV jemi në kanalin 249 ku mund të na shikoni 24/7. Faleminderit dhe mirëmbëqi.